Atletët e Vllaznisë po japin dorën e fundit përgatitjeve për garën më të rëndësishme të vitit kampionatit kombëtar për të rritur, e cili do zhvillohet këtë mesjavë në stadiumin Elbasan Arena. Atletët Shkodran ndodhen përpara një sfide të madhe, por dhe përpara një mundësie të ardhë, fitimin e titullit të 18 kampion radhazi për meshkuj, si dhe të 30-tin në historinë e atletikës shqiptare, çka përbën një rekord me vete duke dëshmuar dominimin e plot që Vllaznia ka për mbretëreshën e sporteve. Stërvitja vazhdon në mënyrë intensive dhe jemi gati drejt startit të kampionatit kombëtar të atletikës që zhvillohet me datë 10 dhe 11 qershor. Ky titull është i veçantë sepse është i 18 i radhazi dhe njëkohësisht i 30 në historinë e sportit shkodran, sidomos në atletikën për meshkuj. Do thosha është një titull i veçantë për arsye sepse kjo është një rekord në vetvete përse përket titujve të fituar nga ekipet e meshkujve në Republikën e Shqipërisë. Një rekord që mbaj nga Partizani me 29 tituj, ndërsa ne synojmë ta thejmë të rekord dhe të marrim titullin e 30 në historinë e ekipit Vllaznisë. Të gjithë sportistët janë gati, janë përgatitur intensivisht gjatë gjithë vitit dhe ne përveç titullit synojmë edhe rezultatet larta tek sportistët në garat individuale të tyre përkatëse. Kryetrajneri Marashi shpreh i kënaqur me formën sportive të sportistëve kuqeblu, duke veçuar disa prej tyre, mes të cilëve Franku Burrajin, për të cilit presin dhe rekordin kombëtar. Pretendimet kryesore dihet që janë në 200 dhe 400 metra Franku Burraj, pse jo edhe ndonjë rekord kombëtar që shpresojmë shumë. Me sportistët e tjerë në 100 metra Leandër Çardako, Endi Rakaj, Gersaxhia, po ashtu në garat e kërcimit së gjatit, siç është Muhamet Çengeli, sportisti jashtëzakonshëm me rezultate larta dhe me rezultate progresive, njëkohësisht edhe Kolindo Kiri dhe Endi Rakaj po në kërcim së gjatit. Gjithashtu në garë e kërcimit të rrapsh, tashmë i mirënjohur Kolindo Kiri që do të synojë titullin e radhës dhe do të mundohet të bëjë një performancë mirë dhe pse në një rezultat personal më të mirë të tij. Gjithashtu në garën e 110 metrave me pengesa dhe në 400 metra me pengesa, tashmë i konfirmuar prej vitesh Dorian Idrizaj do të konkurrojnë në këto dy gara për të fituar 2 titujt, siç ka bërë edhe vitin e kaluar. Njëkohësisht edhe sportisti tjetër që është me shumë perspektivë dhe ka dhënë rezultate dhe do të synojë të ruajë titullin kampion të dyfisht në garën e 800 metra dhe 1500 metra si Drit Kupliku. Po ashtu Erisa Rasa e konfirmua tashmë me aktivitetet si kampione kombëtare, do të mundohet të bëjë një performancë të mirë dhe pse jo të arrijë një rezultat progresiv.